Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitimtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pas disa ditësh agjërimi në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, kur orari vetëse është rregullu dhe trupi vetëse na është mësuar me këtë adhurim, e gjithçka tjetër pastaj vjen shumë lehtë dhe shumë rrjedhimisht, ne duhet ta pyesim veten tonë sinqerisht se apo e adhurojmë në Allahun në të vërtetë apo e kemi shndruar këtë adhurim në një rutinë ditore. Nga se jo çdo vepër e përsëritur llogaritet adhurim tek Allahu subhanahu wa taala. Por si ta varrejmë se veprat tona a janë nga rutina apo nga adhurimi i vërtet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur ti falesh por mendja endet andej këndej, kjo do tregon se ti po ke rutinë ditore, nuk e ke adhurim. Kur ti e lexon Kur'anin, por Kur'ani nuk ndikon në jetën tënde, ti e ke rutinë ditore. Kur ti agjeron, por zemra jote vazhdon të jetë e ngurtë dhe nuk kthehet ka Allahu subhanahu wa taala, këto argumente janë se ti e ke nga rutina e jo nga adhurimi i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala. Por adhurimi i vërtetë është ai adhurim që të përul, ai adhurim që të përmbush, ai adhurim që të ndryshon nga gjendja jote e mëparshme, ai adhurim që të largon nga mëkatet. Këto janë adhurime që bëhen sinqerisht dhe mendohen të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë që namazi të ruan nga shturja dhe çdo vepër e shëmtuar. Nëse ti pas adhurimit je ende i njëjti, i bën mëkatet e njëjta, atëherë pyete veten sinqerisht se ku ndodhet zemra jote gjatë adhurimeve tua. Pse kjo zemër nuk është e pranishme bashkë me ty në rritet e adhurimeve tua? Bëj adhurimin tënd takim me Allahun subhanahu wa taala, jo zakon që duhet përsëritet, sepse Allahu subhanahu wa taala nga ti nuk po e kërkon rutinën ditore, por po e kërkon adhurimin me plot zemër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.